Atëherë, Okay. përshëndetje të gjithëve. Edhe mirë se keni uar në sesionin e radhës të Empower Biz Webinars që organizohet në kuadër të Biznesi Im, si platformës Biznesi Im, si pjesë e shërbimeve të Kiesës. Dhe përkrohet nga projekti Enabling Income Generation for the Poor, i cili financohet prej Adës austriake dhe zbatohet nga ECICS dhe Care International. Sot e kemi kënaqësinë që me pas me neve zotëri Shpat Komonin, CEO të Sim Marketing Agency, edhe të platformës Mozaiko, i cili ka me na udhëheq ose ka me na shpjegu një temë që është po mendoj thelbësore në rritjen e biznesit edhe ajo që e diferencon biznesin njënit prej tjetrit, e që ka të bëjë me ndërtimin e një brendi ose një identiteti të brendit. Se si e krijojmë një brand edhe çka e bën atë më të paharrueshëm, edhe pse është i rëndësishëm krijimi i brandit, kam na tregu sot zoti Shpat Komoni. Për të gjithë ju që na bashkoheni për herë parë në kuadër të Empower Biz Webinars, po ju njoftoj që mundeni me bu pyetje për folsin, vetëm ju lutem ngrejeni dorën, pastaj ju japim fjalën. Ose nëse jeni më rahat mundemi edhe me anë të pyetjeve në question and answer se keni opsionin, i lexoj unë si të që të ndjeni më mirë. Atëherë Shpat, shumë faleminderit që na ke hap mundësinë me qenë bashkë me neve, po ta japi fjalën. Përshëndetje Anita, faleminderit edhe juve edhe gjithë pjesëmarrësve që janë. Unë tash po filloj me prezantimin, besoj që po shihet apo? Prezentimin po e shohim. Okej, unë jam domethënë Shpat Kumoni, jam profesor në Akademinë Evolucion, njëkohësisht edhe udhëheqi i kompanisë Sense Marketing Agency, një kompani që mirret me zhvillim brandeve, me kampanja, me rrjete sociale dhe krijim platformave të ndryshme. Qëtu nështë kisha cekë disa prej çmimeve që kom marrë, është i Universitetit Femi Agani, ku kom fitu konkursin që ka qenë i hapur edhe për ridizajnimin dhe krijimin e identitetit të ri të Universitetit Femi Agani në Gjakov. Mandej pak ma vonë kam i tregu edhe çka përmban ky simbol. Njëkohësisht edhe Western Balkan Fondi është një organizatë e 6 shteteve Ballkane Perëndimore, cilat edhe kjo ka qenë një konkurs i hapur për krijimin e identitetit në gjithë Ballkanin, kështu që këtu o kam zonë edhe vendin e parë, edhe siç po shihni ky identitet tash përdoret për këtë organizatë më të madhe, domethënë të Ballkanit Perëndimor. Njëkohësisht kom pas edhe një kampanjë, një vetë iniciativë, mos pështyn rrugë, që cila ka qenë edhe prezente në media dhe sa do pak ka ndiku te audienca për mos me pështy në rrugë, që ti kemi rrugë më të pastërta. Edhe njëkohësisht kisha mujt me cek edhe kampanjën This is your right, është një kampanjë e cila është hap si konkurs në vitin 2016 prej UNESCO-s, edhe që kemi marrë pjesë gjithë dizajnerat nga gjithë bota, ku edhe janë përzgjedhur 20 kampanjat më të mira prej gjithë aplikimeve që kanë ndodhur prej gjithë botës, edhe organizatat e Kombeve të Bashkuara e kanë promovu këtë kampanjë përmes posterit tim. Edhe gjithmonë jam citu. Këtu ka qenë një dallandyshe që i ka bërë gjitha elementet e gazetarisë, më thonë e drejta e lirë e gazetarëve për me përçu mesazhet e tyre. Po fillojmë tash pika trasha rreth rrugtimit të logos dhe evolimit të saj, qysh ka ndodhur. Njerëzit fillimisht qysh prej kohës së shpellave kanë pas dëshirë ose kanë pas nevojë me komuniku me njerëz të tjerë ose me masat. Edhe i kemi si dëshmi disa simbolika të cilat i kemi pa, kemi zbulu nëpër shpella, po kryesisht këto simbole atëherë kanë qenë për nevoja të ushqimit, m'ju tregu tjerëve ose me komuniku me tjerët se qysh
mundë me vrani kash, pse arsyeja ka qenë domethënë vetëm mbijetesa. Pastaj i njohim edhe simbolet e Egjiptit lashtë, ku atëherë është përdor një simbol për me identifiku këtë superfuqi të asaj kohe. Po në kohët pak më moderne, në Amerikë, kur barinjt kanë dalë me i kollot baktitë e tyre, ka ndodhur një problem edhe kanë ardhur deri te konfliktet ku janë përzi baktitë e tyre, edhe si nevojë ka lind me kriju një identitet, një simbol, cilën janë stampu me atë hekurin e zjarr për me kriju një shenjë të baktitë e tyre që po u dallu njëra prej tjetrës, që mos më ardhë deri te konfliktet dhe mos më Po kemi probleme si duket me dëgju shpatin, nuk e di a e ka linjën, shpat. i njohim. Ka disa lloje të simboleve ose logove, cilat krijojnë një identitet. Tash du me nda logon prej brandingut ose prej brandit. Edhe po im specifikisht për secilën pjesë. Qëtu i kemi disa lloje të logove, cilën e kemi monogramin, ku është si shembull IBM-i. E kemi logotype. Logotype janë ato logot cilat shënohen vetëm përmes shkronjave, domethënë nuk ka ndaj simbol që përmban, po është vet emri i kompanisë është simbol, është logotype. Tjetër e kemi vetëm simbol, siç është si shembulli këtu e kemi Apple, domethënë ky identitet i përfaqëson krejt produktet cilat kompania i ka, edhe me anë të marketingut ata kanë arritur që me heq edhe emrin prej logos, me përfaqësu çdo produkt vetëm përmes simbolit. Po kjo don goxha punë të madhe dhe marketing të mirë. Gjithashtu e kemi llojin e abstrakt, siç është simboli i Nike-s. Realisht është një tik që është ideu për me qenë si një tik, u kry, me është diçka e mirë, që është ndërtu prej një studentës gjatë studimeve, dhe është një ndër logot më të famshme që i njohim na në botë. Kemi edhe stilin e maskotave, siç është logoja KFC-s. Kjo përdoret edhe veshma si simbol, ku shënohet veç KFC-ja si logotype, e kemi edhe maskotën, secila domethënë është identitet i përbashkët, cila ndahet me pjesë edhe ku secilin e njohim na kur e shohim edhe veshmas. Edhe te Allmarku e kemi kombinimin e simbolit edhe logotipit, domethënë e krijojmë edhe fontin, po e krijojmë edhe simbolin njëkohësisht, ku i përçojmë mesazhet. Gjithashtu kemi edhe emblemen, realisht është sikur lloj i stemës, po një stil më modern, i cilën e përfaqëson një kompani ose një produkt ose një shërbim. Logoja fillimisht duket shumë e thjeshtë, po secila logo profesionale e ka një prapavit veten. Nëse marrim shembull Mastercardin, që të gjithë e njohim, janë dy rrumullake të thjeshta me dy nuanca, cilën e kanë edhe një nuancë të përbashkët në mes tyre. Po prapa saj, domethënë simbolizon
bashkëpunimin dhe partneritetin që e ka midis klientit dhe kompanisë. Do të thonë, tazojmë klienti është i kuqi edhe kompania është e portokallta edhe përbashkët e kanë marrëveshjen mes tyre. E kemi Airbnb, e cila kompani njihet ndërkombëtarisht, përbohet prej shkronjës A, po mundi me vrejt këtu, e ka formën e shkronjës A, dhe njëkohësisht e ka një shtëpi. Përveç saj, e ka edhe një ikon këtu në mes, që është ai pini i na ka rastis me pa te Google Mapi, ajo pika ku ndodhet një objekt. Domethënë çdo 3 elemente e përbojnë simbolin e Airbnb-s, që bashkangjitur ka mandej edhe emrin. Qëtu ko marrë shembull edhe simbolin e Universitetit Fëmijë Gani, që tash më herët e kom kriju si identitet. Tash qëtu figurativisht janë të paraqituna çka përmban ky simbol. Qëtu i kemi 5 elemente, domethënë kemi një fletor të hapur me pen, është fletorja e hapur me pen. E kemi këtë kapuçin e absolventiatës që e ngrisim lart, më thonë, kur e shohim për perspektive zogut, është ky kapuçi që shihet katëror, edhe është ajo fija anash që është e bashkangjitur. Njëkohësisht e kemi shkronjën F këtu, edhe nëse kthehemi në anën tjetër e kemi shkronjën A. Edhe gjithë kjo kur bashkohet formohet shkronja G edhe J, që është G. Gjakovë, do më thonë, gjitha qëto elemente e përfatsojnë qitë identitet. Mandej, kjo logoja që tash më herët Western Balkan Fondit, që më kanë zerë fitus, ka qenë simbolik, do më thonë, objektivat e organizatës drejt bashkimit evropian. Do më thonë, çka kombone këtu, i kom paraqit 6 pika, që janë 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, ku këtu hyn edhe Kosova, e barabart me shtete tjera, edhe ky është një rrogtim që prej pikës fillestare kur kanë fillu ata, edhe gradualisht që to janë hapat që kanë me kalu deri te bashkimi evropian. Do të thonë është simbolik ngjyra, nuanca e bashkimit evropian. Do të thonë që kjo është objektiva me arrit këtu edhe mu interesuna në bashkim evropian. Tjetër, përveç simbolikave që përfatsojnë një kompani ose një shërbim, i kemi edhe edhe prapa logos disa fshehtësi që duket por nuk muj me i vrej. E kemi shembullin e Toblerones, çokoladave zvicrane, ku kjo pjesa këtu është bjeshka, ose maja bjeshkës vendit ku prodhohen këto çokolada. Po, çka fshefet prapa saj, që duket parë nuk shihet, ose shumica njerëzve ala nuk e kanë pa, në momenti kur i kom tregu, mandej e kanë pa edhe çka përmban kjo logo. E ka një arush mrena këtu, në formë negative, do të thonë e bardhë, që përzihet pak me borën. Këtu simbolizon arusha që i ka kjo bjesht, domethënë kjo zonë njihet edhe që ka arusha. Edhe me çet simbol ata kanë dashur mi përfaqësu çdo çokoladë vendin e vet. Domethënë mi promovu vendin e vet, edhe njëkohësisht mu kriju një identitet që i njeh ata në gjithë botën. Kemi rastin tjetër te FedExi. Shumica njerëzve e shohin vetëm si FedEx, Federation Express, do thonë janë shkurtesat FedEx. Po çka simbolizon një shenjë cila nuk shihet e duket parë, është një shigjet që është mbrenda si negative, është që tregon me hez djathtas, me hez drejt, me vazhdu, me punu. Kjo është interesant se kur
pas disa formave që ka tentu dizajneri me kriju qëtë simbol, edhe në përfundim të përzgjedhja qëto me dy nuancave. Edhe këtë shëgjetën ka pas frikë mja të regu dizajneri pronarit të kompanisë, momentin kur u përzgjedh, mas 2 jave kur është promovu, i ka tregu që çuse e ki dhe një shigjet, edhe kjo ka bo dhe ma të fuqishme qëtë identitet, cilin tash na e njohim. E kemi logon e Amazonit, edhe kjo duket parë duket shumë e thjesht, po e ka një simbolik shumë të mirë. Është krijuar shumë thjesht, do të thonë e kemi qëtu një buzëqeshje, po jo rastësisht është në qëtë vend. Do të thonë, kjo tregon që produktet në Amazon i gjeni prej As deri në Z. Do të thonë, gjitha këto krijojnë një buzëqeshje. Me pas qenë pronari shqiptar që duhet me bo zhë Amazon, po e kemi si Amazon. E kemi le Tour de France, që e njohim që njihet ndërkombëtarisht turniri i ciklizmit, ku prapa kësaj logo, përveç shkronjave që i ka, edhe stilit modern që është kriju përmes këto me shkronjave, e kemi edhe një person i cili ciklan, do të thonë me bicikletën e tij. Do të thonë, që kjo është si identiteti i kësaj. Gjithashtu kemi edhe Beats by Dr. Dre, do të thonë ato kufjet që i njohim gjithë botën, që janë të Dr. Dre's. Këtu duket fillimisht si një simbol shumë i thjesht, po e kemi shkronjën B, edhe njëkohësisht e kemi një person që është tungu me kufje. I ka kufjet në vesh, edhe personi është të. Një ndër logot që më pëlqen mas shumë ti është Orkestrës Simfonisë Londrës. Do të thonë, duket parë duket shumë e thjesht, ku e ka kredicialet e L-s, S-s, edhe O-s, L-s-o, edhe njëkohësisht që ky simbol e përfason dirigentin. Po shihni këtu është një person me atë shkopin të u dirigju simfoninë. Krejt që kjo, do më thonë, është simbolike qësaj qëti identiteti. Edhe logoja, ose simboli që njihet krejt botën, është I love New York. Është ndër simbolet që ka pas mas shumë të ndikim në promovimin e turizmit në shtetet në New York. Do më thonë, në vitin 1977, ku Ministria ka kërku për me kriju një identitet që me promovu turizmin. Edhe fillimisht ky identitet ose kjo kampanë ka nis për një kohë shumë shkurt, disa mujore, për me promovu vendin, po kanë kalu shumë vite dhe ende është prezent edhe e ka efektin e vetë dhe ndikon në turizmin e New Yorkut. Përveç këtyre simbolikave që përfaqëson një identitet, rëndësi të madhe ka edhe nuancat, ngjyrat që përdorim na te një simbol. Secila nuancë ose ngjyrë e përfaqëson një mesazh ose e përfaqëson një ndjenjë te masa, te audienca. Do të thonë, çto i kemi disa shembuj të ngjyrave, ku për shembull ngjyra kuqe, secila ngjyrë duhet me kuptu që secila ngjyrë e ka pozitive dhe negative, pavarësisht se për çka jetu e përdor. Për shembull ngjyra kuqe, si shembull e ka fuqinë, po njëkohësisht e ka edhe pasionin. Për shembull kemi shembullin te Coca-Cola. Ajo si vizion ose si mision saj e ka për me i targetu familjarët ose njerëz me i bë të lumtur, edhe është pasionante, edhe një trëndafilat e koqe dhe shumë gjëra tjera që na lidhen me to.
Po, për shembull, kemi edhe rastin kur e përdorin për rrezik, për shembull në shej, ose kur e përdorin për në teknologjinë, pajisje teknologjike, kur na shfaqet gjyrë e kuqe, na tregon që është prish diçka. Do thonë se cilën duhet me ditë në cilën pikë me përdor cilën ngjyrë. Ose kemi për shembull të portokallten ku është për entuziast, fani, për entuziast, për kreativitetin, e kemi pinkin që është për feminizëm, sentimental, ose ngjyra gjel për që përdoret për natyrën, për peaceful, të më thonë, e kemi pa kryesisht objektet fetare e përdorin ngjyrën e gjel për që e krijon atë qetësinë, te psikologjia e njerëzve, edhe brandet e përdorin varësisht se çfarë audiencë kanë, çfarë misioni kanë edhe ku i drejtohen. Njëkohësisht e kemi edhe ngjyrën e verdhë, për shembull që simbolizon knatësinë, optimizmin, edhe krejt këto ose purple që kemi ma mbretërore, ma luxury, edhe e kartëta që tregon sigurinë, pozitivitetin, edhe gjitha këto domethënë e përfaqësojnë ç'është më thonë, një simbolik ose ndikojnë në psikologjinë e njerëzve kur e shohin. Këto ngjyra ndikojnë edhe në interior. Për shembull, nëse një mur i afër jush zyrës e gjyrosni me ngjyrë të verdhë, shumë ma shumë ka me ndiku për me qenë ju ma kreativ në punë të juja. Edhe shumë shembuj tjerë. Po këtë rastin konkret është te logoja, domethënë kur përzgjedhni logo, po kur përzgjedhni ngjyrën te një logo, duhet me ditë se cilës audiencë i takon, cilës çfarë mesazhi do me dërgu te ata. Nuk është vetëm një ngjyrë e thjeshtë ose një ngjyrë cilën na kemi përzgjedh që veç po na pëlqen. Tash kthehemi në fillim ku nisëm te ato delet edhe te produktet. Domethënë e njëjti mindset është. Logoja e identifikon një produkt, një shërbim në gjitha kohënat. Tash në kohënat moderne, në kohën e prodhimit masiv, i kemi këto produkte që po i shohim, cilat kanë nevojë me pas një identitet i cili i përfaqëson me vlerat ose gjithë ato që i përmban një kompani, njëkohësisht edhe diferencion prej produktit në produkt. Për me pa një formë vizuale, na duhet 0.1 sekond, domethënë as 20% që i 1 sekondçit na duhet për me vret na një simbol. Po për me pas mendim për një simbol, na duhet 7 sekonda. Kjo reflektohet baraz me këtë tekstin që po shohim djathtas, domethënë për 7 sekonda na e marrim çat mendim, cilin na është dash dikush me na spjegu krejt çit tekst. Prandaj simboli përdoret për me kursy kohën, se njerëzit janë në lëvizje, edhe ky simbol e përfaqëson gjithë ato çka ka ai produkt ose çka përmban ajo kompani. Po krejt kjo e ban prapa logos gjithmonë qëndron një farë brandi, një farë strategjie cilën i arrit vlerën një produkti ose një shërbimi ose një kompanisë. Kemi shembullin konkret tash këtu te Starbucksi. Për shembull, një kafe e thjesht pa logo, cilën muj me marrë diku në aparat, mundet me kushtu €1.20, po e njëjta kafe, është me shihet njëjtë, vetëm pse e ka brandin ose mbrohet prej brandit të Starbucksit, kushton €3.25. Arsyeja është që ky simbol e përfaqëson vlerat e çatij brandi që njerëzit e bojnë diferencën edhe e paguajnë çetshmim. Po prapa çiti brandi
qëndron një strategji e brandit cilën njerëzit e shohin. Duhet punë e gjatë, tu fillu prej qëllimit të brandit, do të thonë fillimisht përpara se me kriju një logo, duhet me i zgjidh çdo probleme. Kushtimisht po thon probleme. Do të thonë është qëllimi i brandit që duhet më bë, është vizioni edhe misioni i kompanisë çka do më bë, është audienca synune, pozicionimi i brandit, janë vlerat e brandit, janë personaliteti i brandit, është toni i cilën i drejtohesh ti audiencës, mandej vjen te identiteti vizual, që nis prej logos edhe komplet të brandingu, është strategjia komunikimit, cilën ti drejtohesh audiencës, është eksperienca e klientit, edhe konsistenca rreth asaj. Do më thonë, kemi një shembull veç pikat kryesore, po i marr të strategjisë brandit që e ka për shembull Coca-Cola. Qëllimi i brandit është të freskojmë botën dhe të bëjmë një ndryshim. Do më thonë, gjithmonë e ka si strategji ose si qëllim Coca-Cola mi fresku njerëz edhe mi bo një ndryshim për të mirë. Edhe audiencën cilën e ka është shtrirja globale, do më thonë me qenë gjithë botën, edhe një strategji që dallon prej shumë brandeve tjera, edhe që është shumë efektive, mesazhet që i ka ajo, i përshtat për secilën vend, për secilën kulturë që e ka ai shtet. Do të thonë, ja përshtat e bën më të personalizuar, po gjithmonë të mbet në kontura të brandit, në stilet, në ngjyrat edhe krejt ato që i ka specifikune. Synimi i saj është gjitha moshat, edhe sidomos të rinjt edhe të familjet. Këta besoj e keni pa edhe të reklamat që i bën gjatë vitit, ku kryesisht ato video reklamat janë të rinjt dhe janë familjet që kanë një optimizëm, një hare, cilë gjithmonë dalin tu buzëqesh edhe tu pi. Edhe gjithmonë kjo konsistent ka qenë që 100 e disa vjet. Me i bo njerëz lumtur edhe më fresku. Personaliteti i saj është miqësor, optimist, energjik, i dashur, tradicional, por edhe modern. Do të thonë, logoja Coca-Colës është qaq moderne sa që 100 e sa vjet nuk ka pas nevojë me u ndryshu. Do të thonë, e njëjti logotip është ku vetëm pak është modifikuar nëpër shkronja, po njëjta ngjyrë, njëjta formë është edhe i ka mbijetu gjitha modave të kohës. Strategjia komunikimit është reklama shumë emocionale, që është tash më herët, i kemi me familje, me familjar, tu kremtu. Edhe përvoja klientit është njëra ndër kampanjat ose fushatat është share a coke. Do të thonë, kemi pa ato kampanjat që njëri tjetrit ja japin një Coca-Cola dhe i ndajnë kështu, i pinë bashkë. Ose e kemi edhe shishën e personalizuar që i kemi pa me emra nëpër shishe që njerëzit e bleshin emrin e vet. Po secila, do të thonë, për secilin shtet është personalizuar dhe ju përshtat atij vendi. Tjetër, pas krijimit të identitetit, cilën pas brandit, do të thonë krijohet identiteti, pastaj krijohet edhe brand booku. Brand booku është, unë shpesh tham, si kushtetuta e një brandi. Do të thonë, përcaktohen rregullat, përcaktohen nuancat, përcaktohen kodet edhe formatet, cilat mandej duhet m'ju përmbajt. Do të thonë, krijohet një liri brenda hapësinave, po gjithmonë konturat cilat brandi i ka. Siç e kemi shembullin të gjithmonë për marrë Coca-Cola, se është një ndër brandet që e ka strategjinë më të mirë, muj me thonë, të marketingut.
gjë që e ka bo edhe produktin ma të shitën në botë dhe nuk ka ma konkurencë. Është që kjo konsistenca edhe praktika e qëtënve rregullave që i kanë përsaktu qysh në fillim. Më thonë, është kriju që identitet, edhe tash reklamat njëjta janë, ku do në botë me të njëjtën nuancë, njëjtën vendoset logoja edhe ka çato rregullat, vetëm kontenti ose përmbajtja mrena i përshtatet vendeve tjera, po konturat e dizajnit vizual, më thonë, janë të njëjta në për gjithë botën. Qëto kemi një shembull të Femiaganit, ku i kemi përcaktu dhe në rregullat, qysh është për shembull një vizit card, një letër zyrtare, flamur, i kopertina, krejt ato. Ose kemi një brand tjetër, cilën e kemi punu për një media në Shqipëri, ku ja kemi rebrandu, cilën këtu po shihni disa mostra se qysh është apliku në për produkte të ndryshme për mu promovu si brand. Unë nuk e ndërpreva tani da ish, po e lash direkt në fund me diskutu. Po pash nuk pa ndërprerje, mirë po edhe audiencën e patëm që vetëm dëgjojshim edhe nuk dëshim me të pengu për pyetje. Unë po ju japi fjalën, por çdo që don prej pjesëmarrësve, nëse kanë ndonjë pyetje, koment ose çka do që dojnë mendoa, mundin me na tregu ndoshta edhe përvojat e tyre, nëse janë biznes ose startup, qysh kanë fillu me brendu biznesin e tyre, qysh ka qenë procesi i logos, çka kanë bo, a ju ka pëlqy në fillim, a kanë kuptu, çka do që kanë, ju kishim pas qef me ju dëgju. Po, kish me qenë knatësi, dhe më thonë, Nëse dikush na tregon i provojt vetën si udhëheq si biznesit në raport me një dizajner ose ndoshta bëjone një pyetje derisa pjesëmarrësit e marrin atë kurajun edhe me fol. A mundesh me na tregu ndoshta ç't epokën e AI-it edhe epokën digjitale në cilën jemi të jetu, si mundet që një biznes i vogël me fillu edhe me ndërtu një brand? Aja kishe, nëse ka buxhetin gjithmonë të kufizum për marketing, se te e din që bizneset tona e menojnë ndoshta krejt sandet, por kur vjen puna te marketingu, gjithojnë po s'kemi shumë buxhet. Aja po, kishe preferu këto modelet që AI i bën, apo kontakti njerëzor ose njerëzit e kishin ditë me kuptu brandin e tyre më mirë dhe mi përkthy si në logo si në brendim. po, fillimisht po diskutoj për çështjen e buxhetit. Do të thonë, te na pak e keq kuptojnë çështjen e buxhetit se rëndësinë më të vogël ja japin brandingut, edhe po nuk do të thotë që duhet mu mbi ngarku kompania për me nda një buxhet caktuar. Kryesisht pi praktikave në kompanitë amerikane, që janë shumë komerciale, e përdorin një përqindje të buxhetit. Varësisht se çfarë kompanie është, e ndan një përqindje 20 deri në 30% minimumi të fitimit, edhe ato e përkthejnë te një shpenzim ose te një investim, kisha thënë më mirë, për me kriju një identitet ose një brand book ose një kampanjë, çka do që të jetë. Do të thonë, pa ngarku kompania e ndan përqindjen e fitimit, edhe i drejtohet kompanisë marketingut, ku i tregon se sa ka buxhetin edhe e pyet se çka mundet me bo me çat buxhet, që me çat buxhet minimal me arrit maksimalin e efektit të saj. Që gjatë që kompanitë tona hezitojnë me bo këta, edhe gjithmonë ja lojnë kompanisë marketingut me caktu buxhetin, edhe mandej diferenca shumë e madhe, edhe mandej vjen te mos përpilimi i saj.
Po çashtu domethënë mas miri ti kishin me ndani përqindjet fitimit, me diskutu lirshëm me kompaninë e marketingut edhe me kështu çka mujnë me bo me ta. Sa i përket kësaj pjesës së inteligjencës artificiale, domethënë është ndoshta herët më fol, edhe gjithmonë na mundohemi mi përshtat edhe trendeve që po vijnë, edhe për neve është një pak risi inteligjenca artificiale në profesionin tonë si dizajner grafik. Kemi testu disa vegla të cilat mundsojnë me kriju një identitet, po mendoj që është ende herët me prit paktën edhe një 5 vjet derisa të rregullohet pak më mirë inteligjenca artificiale për me mujt me kriju diçka pak më të mirë, se tash shkon pak me shablone edhe që kanë bo tjerë, po edhe inteligjenca artificiale nuk mundet me ditë objektivat tuja, misionin ton, vizionin tan, audiencën tonë, cilat ti dush mi tregu. Nëse s'din ti ja me ja përcaktu që ato, atëherë as inteligjenca artificiale s'ka me e bo për ty. Kështu që ti vetë duhesh me ditë, mi tregu inteligjencës artificiale, mandej ajo me mujt me kriju diçka. Po edhe për me kriju diçka, unë mendoj që alo herët është. E kemi një panelist, Leo, e ka ngrit dorën, Përshëndetje. po do me... Përshëndetje, Leo, Leo. Anita, përshëndetje, shpat, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për këtë trajnim dhe për mundësinë që më japët me u kyç. Unë e parë si një trajnim për gjithëve që kemi marrë pjesë, një prezantim shumë të mirë, edhe që u lidh edhe me ndërkombëtar edhe me këto vendore. Më pëlqyn ato skemat e juja që keni përgatit për që kanë 3 logo. Po mu po më intereson kështu, shumica bizneseve në Kosovë funksionojnë në të kuptimin që nuk i kushtojnë qatë rëndësi brandimit, sepse kompanitë e marketingut i kanë çmimet shumë të larta për me kriju një brand ose për me bo, që thatë ju për me ndarë, posaçërisht startupat. Edhe unë e kom bo një logo timen e kom marrë dhe kom po si pas ides të teme, po nëse është qëllimi unë me jop iden, kompanisë marketingut edhe ata më t'i marrë një shumë të madhe të parëve atërë cila është arsyeja, apo kupton? Në të kuptim duhet me bos një koordinim, në asisoj që mos me qenë edhe çmimi shumë i shtrejt, po mund përshtat me kushtet e tregut që në Kosovë. Edhe është më interesant me bo ma shumë brandime, e me bo marketing ma shumë se sa mi bo një kompanisë edhe me që ato me vazhdua, po kupton. Po. Që sa kun po unë për brandime njerëz i bojnë vetë, nuk e di ju që keni tregun, po edhe pejtojnë, thënë, ja, përse kjo është shtrejt, kjo është sanë që sasej. Edhe pse unë mendoj që ka shumë rëndësi brandimi, ka shumë rëndësi edhe emni, ka shumë rëndësi edhe mënyra, kush ta ka punu, që ka punu, po nuk kanë krejt njerëz 100% do më thonë ide të vetat brandimin. Nëse unë e bëj krejt projektin tam dhe ja prezentoj brandimit ato kompanisë marketingut, atë kompania marketingut veç ka më ndërhyn pika të vogla. Edhe unë sa di çmimet janë shumë të mëdha për posaçërisht për kompanitë startup, po edhe bizneset e mëdha nuk kanë që kanë një brandim high class. Po. A din se nuk e kanë faktikisht brandimin të na në Kosovë nuk i kushtojnë çfarë rëndësi. Tash, adi që kjo është se përpora ka qenë një tut, një frikë, se kanë thonë i bëj një brand të mire, me njëherë vinë adi inspekcioni ose ajo kjo. Tash nuk është ajo, po ka metën kokat e njerëzve që brandimi nuk ka qatë shumë rëndësi sa ka çmimi. Që kjo deshta me thonë që unë kisha mendu që ju, për shembull, si kompani ose si individ ose çka do qoftë, me ofru gjitha kompanive, me u bo një marketing, me ofru që mujnë me bashkëpunu, po jo me çmime aty shumë tepër të larta, sepse nuk kanë mundësi krejt me e pagu ato, sa do qoftë brandimi, edhe se di a duhet pastaj brandimi më regjistru në Ministritë Industrisë, do më thonë për mu bo brand, mi mbrojt që atë brand mirë tonin. Faktikisht ishtë dashtë edhe që në prezentim nuk e poshtë ato ceke,
po sa kudo me siguri që duhet edhe ajo më bëu sepse mos më ta marr dikush tjetër. Qashtu, është shumë rëndësi edhe shumë faleminderit Leo që ma kujtove. Po. Patentimi i logos është shumë i mirë edhe si praktik këtu nuk është, po jashtë, që më thonë, seni i parë që bëhet pas realizimit të një logos, shkohet edhe patentohet. Arsye se është mandej mund të më dalë shumë probleme në keqpërdorime të tjerëve. Siç që kemi pas rastin një brand tonin, s'po ja përmendi emrin, cilën kur ka shkuar në shtetin e Shqipërisë, ka promovu, i ka investu një 200.000 euro në kampanja, edhe është dalë dikush ja ka regjistru logon e atij brandi, edhe mandej e ka kurzu. Do thonë çfarë probleme financiare i ka Veç për ta tregoj edhe një gjë, falë që po ju markuan, po për ta tregoj, Karamela prodhon kompania Lirin Prizren, edhe logon e ka kopju për pionirit Suboticës. Vipa Chipsi ka fillu me prodhu smoka, e ka kopju krejt logon e Sokoshtarkit smokave. A e kam kupton? Pse nuk e bojnë një identitet vllot vetin, se arsyeja është se dojnë me e shit që ato, veç janë një mukon kryesore janë një dokë si që ajo, edhe me e shit. Po, ati pse arsyeja është, pse e bojnë ta? Se që ajo kompani, përveç simbolit që ka kriju, ka investu shumë në marketing për njerëz me njohë qatë brand. Edhe tash na nuk ndoh vesh të na, edhe në kretë botën. Tash po vesh rregullat janë ato cilat stopojnë që to veprime, po të na nuk mirën shumë parasysh. Arsyeja pse ja bën ai të njëjtë, sikur ajo është që don mes me shpenzu qatë buxhet që ai ka shpenzu më herët për mi kriju njerëzve qatë në memorie qatë identitet, edhe don më një herë me kopju edhe me nis me fitu. Po kjo në shtigje atë gjatë ka me dalë shumë problem, si kur disa pije energjike që kanë ndodhur këtu në Kosovë, qështu kanë nisë me qatë faktin që kanë marrë një djalë të ri edhe ju ka kriju një identitet, ka thonë pa ma një si kur që kjo pije energjike dyko të azojmë në Zvicër, edhe ka nisë me u rrit, edhe ka orë një stat kur ka dash me dalë jashtë a Kosovës, për me eksportu edhe jashtë shtetit Kosovës, edhe aty ka hasë në pengesa. Se në momentin kur ka fillu me ushtri, ka thonë nalë, se ti logon e ki, do më thonë, të kopjune, ky brand e ka patentune që të logo, cilën ti nuk mundesh me shit që të shet, se për ndryshe e ki dënimin shumë të lartë. Edhe çka është dasht, krejt qatë investim që ka bo për të azojnë për 10 vjetë në Kosovë, është dasht me ndryshu identitetin, ose mi bo Shqiponjen pak ma të verdh, ose me ndryshu identitet për me ikë qësaj identiteti që është i mbrojtën atje. Edhe kjo ka shumë rëndësi, do më thonë, kur krijohet një identitet, përgjësia nështë është ma madhe se sa ajo kreativiteti që e bën ti brenda logos. Sidomos kjo kish mujt me ndodh, ose ndodh të shtetet e zhvillune, se simbolet, ngjyrat, çdo son janë mbrojtën prej kompanive. Edhe momentin ti që nuk e verifikon, është përgjësin tonë që mundesh me bo një dëm të madh për një kompanisë. Për që ato, nështë ma shumë kisha thonë që duhet mu pagu për qatë përgjësi që ka, si kur doktori, kur shkan me u shëru, hapat cilat ti jep, barnat cilat ti jep, është përgjësia e ti. Njëkohësisht edhe për kompanitë e marketingut është sikur me jap barna një kompanisë. Do të thonë se nëse bojmë diçka gabim, ka mi kushtu shumë kompanisë që ka me reflektu edhe te kjo. Për shembull, ka raste ku neve na ka një paketim i çokoladës, kur është tregu logoja, edhe është kërku më bo një dizajnim i paketimit të çokoladës. Po na kanë thonë, ngjyrën pink nuk duhesh mi përdor se ka ç'kjo kompani të patentune, ose ngjyrën vjollc, cilën e ka Milka të patentune. Do më thonë,
duhesh me i verifiku shumë gjana për me dash me përcaktu një identitet. Ose për shembull T-Mobile e ka të patentuar përveç logos e krejt gjanave tjera, e ka edhe ngjyrën e patentuar. Domethënë ngjyrën pink të asnjë telefoni në botë nuk mundet me përdor. Kështu që edhe patentimi është mirë kur krijohet një identitet për kompanitë e juaja, është mirë mi verifiku, me shku në Ministri të Tregtisë, mi patentu edhe me nejt shlirë. Të paktën aty sigurohesh që nuk është kopju që identitet që ta ka bo kompania, edhe e ki lirinë me përdor, edhe mes me ta kish përdor dikush, momenti që dikush ta kopjan e qëtë në gjëgj edhe e mbron markën tone. Edhe kjo ndodh domethënë për secilin shtet duhesh mi patentu veçmas. Varësisht çfarë kompanie je, edhe duhesh mi bë këto pagesa. Për shembull, do më mbrojt veç për Kosovë, veç për Shqipëri, tjetër çmim është veç për Evropë, veç për Azi, secila i ka specifikat e veta. Po sa i përket brandingu gjithmonë unë e tham është kushtetuta e një kompanisë. Domethënë, çysh kish mujt me funksionu shteti pa një kushtetutë, çashtu edhe brandingu është te një kompani. Domethënë, duhet me kriju çato kontura, cilat ty ta njohin brandin edhe pa qit logon. Domethënë, shpesh po marr Coca-Colën si shembull, po për shembull te Coca-Cola muj me pa veç atë vinë e bardh kur e shohim na dim që është Coca-Cola. Ose një frigorifer që është i ngjyrosën koç, pa logo, pa kurrë, na dim që është Coca-Cola. Domethënë ç'ky është identiteti që përfaqësohet përmes brandit. Po sa i përket çmimit, un po mendoj që deri diku është i arsyeshëm. Tash konkurenca nuk e di, ka larmani të çmimeve, po besoni që përgjegjësia është shumë e madhe kur krijon një identitet, një brand book për një kompani. Domethënë, kur krijohet një brand book, është tu planifiku që ajo mi përballu sfidave për një 100 vjet. Na duhet me mendu çka mas 100 vjetë çysh ka më përdor një logo ose Pat edhe një pyetje, sa kushton, ju zakonisht e bëni me brand book, apo? Krejt, çka i bëni vetëm me brand book, apo? Jo, na kemi shërbime të veçmas, muj me kriju veç identitet, ku i ka elementet bazë, përveç fajlave që i dërgojmë, PDF, Illustrator, edhe PNG, ose për çka do që kemi nevojë mi përdor, i kemi edhe kodët e ngjyrave, cilat e bojmë një par mini brand booku. Mandej është çmimi tjetër ku zhvillojmë krejt komplet brand bookun. Domethënë kudo që aplikohet, tash rrjetu sociale, bluza, kimika. A i keni çmimet publike apo Jo, çmimet nuk i kemi publike, për arsye se varësisht prej kompanisë edhe çka duhet me zhvillu ajo. A keni një ofertë për startup-a? Për startup-a kryesisht bojmë lehtësina për startup-a. Se marrim parasysh që çajo kompani duhet me urrit në ardhmen edhe ka me bashkëpunu me neve, për çato edhe e bojmë çato lehtësimet. Unë e pyetje mua nuk kam, faleminderit për përgjigjet. Faleminderit shumë Leo. Falenderojmë shumë Leo që e mori fjalën edhe shpreh interesimin, po shpresoj që Shpati tu ka përgjigj, edhe nëse je interesuar mundesh me kontaktu Shpatin për matutje. Shpat, ndoshta ne zbritje për bashkëvendosje mundesh me bo. Po. Që kemi diçka tjetër, s'po shoh që ka ngrit dorën dikush tjetër. Shpat, nëse ki diçka tjetër me thonë për fund, nëse jo, atëherë une veç ju kisha falenderu gjithë për pjesëmarrjen edhe faleminderit për vëmendjen tuaj gjatë këtij sesioni. Faleminderit shumë Shpat që ishe me neve, ke shumë kënaqësi me të ndëgju, edhe faleminderit që ndove një rrit edhe për vojën tënde, se si me ndërtu një brand që është i fuqishëm edhe ka ndikim.
Përshka që në momentin e fundit Artën Selmani e ka ngrit dorën, po ja japim fjalën atij dhe mandej po e përfundojmë. Okej. Artën, apo na dëgjon? Artën? Nuk e ka lëshu mikrofoni si duket. Po, Apo më dëgjoni? po s'tash ti Po, po. po. Përshëndetje për juve. Përshëndetje Artan. Do shta pak më lidh çdo të temat të Leo që foli domethënë për punën e patentimet. Po. Unë kam rrosur domethënë brandin tim që është vlogun e kam themeluar në 2016-17. Po. Ku mob dyshon në 2017. Në 2025 tash edhe kom patentuar përmes avokatit, domethënë te Ministria e Tregtisë së Industrisë, te Kipa saktësisht. Edhe mu ka pranu domethënë emre në gjemin e tekstilit, për veshje për meshkuj për punën e tekstilit. Do tash në moment domethënë kohën e fundit u çu një kompani e ngjashme, domethënë unë kam kompaninë Torres. Që edhe kom patentuar dhe kam shkronjën e re si unike e brandit tonë. Po, si simbole ki kriju shkronjën. Dy rëjat janë më ndryshe, më nështë edhe me gjeta në internet edhe kështë. Edhe është që në prell, domethënë ti mujt, u çu një kompani e veç e ka bot tëra, po e ka marrë identik shkronjën e re si tonën, apo kupton? Po. Edhe na i kena dërgu domethënë shkrem, që nëse nuk e ndryshon, shkakton shumë konfuzion të klientat tonë, apo kupton? Se na veç e kena një plan biznesi që e kena bot 2025-2029, edhe jena në diskutim domethënë për me një investitor për me investu këgja shumë të madhe. Po ai nuk u tërheq, po veç ka vazhduar pet një, domethënë edhe jena detyru domethënë sot nesër me dërzu edhe pa ditë. Po besoj që kjo puna e patentimit që ne ku morr më herët ka më ndihmu shumë. Shumë shembull i mirë. Domethënë, veç nuk të ishta më ndërprej ma herë, te puna e regjistrimit. Nuk ke nevojë domosdoshmërisht me marrë një avokat, po mund është vetë me shku. E plotson një formular, e printon logon ku shihet qartë, edhe mund është me dërzu vetë pa shpenzu me avokatin. Po avokati mandej të vynë për këtë pjesën kur ta kupjon dikush. Po, për çata që domethënë peri fillimit me çata avokat se para 2 vjetë kanë mujt edhe kontabilisti kanë mujt me patentu, po që një vjet ka ndryshu ligji së mënet më kontabilisti e një biznesit me shku. Po, edhe kisha sugjeru me vazhdu me padit. Parasysh se mundet që shtatë edhe ti, edhe jo, me kriju konfuzion te klientela edhe me kriju shumë dëm te biznesi. Do me konë shumë i madh se na kena një biznes, një plan biznesi 2025-2029 ku janë domethënë komplet, se ne kam një dyqan të vogël 50 metra. Po tash qëllimi domethënë është për më zgjenu edhe për me hi në prodhim, apo kupton? Po. Edhe tash një investitor kur të shata shkakton shumë konfuzion, ai mundet më tërheq, domethënë më kupton dy të njëjta. Po ne e hub besimin te brendi. Po ne kum bodhe në sen që domethënë ai as në Arbëkë se ka pas regjistru, nuk ka dosh me regjistru domethënë edhe sa temën në biznes temën, domethënë kështu që 100% mendoj që fitoj nëse pa dite. Realisht duhesh me fitu. E tash edhe një pyetje këtë për fund, punën e brandingut, domethënë na e kena një plan biznesi që domethënë mos që e kena logon, ma ka rëzdu domethënë që s'është e vjetë, nëse e kena bërë vetë shamull që so vjetë, e kena përdor në sene ndryshme, po tash në vjen edhe brandingu. Shamull ne kom marrë edhe këtë domenin në internet. Tash na vjen edhe brandingu, domethënë me kur dalën me dikën me ful, me pos senet jo veç me ful, po me kom qit në letër. Po. Okej, na jena të hapën me bisedu, muj me bashkëpunu, muj me bajt një takim edhe Po, kismet. Me realizu edhe brandingun. Edhe faleminderit shumë juve, tjetër për kismet. S'ka përse, faleminderit edhe ty Artan. Tani përshpresoj që paka shumë kesh i qartë, të mundu edhe koha pak e limitu, ne mundova pika trasha me i tregu hapat edhe simboliken që e ka një logo,
që me mujt tash me pa një perspektiv tjetër, do më thonë, zë të thot tash ti që duhesh ma realizu vetë teknikisht si udhëheq si një biznesi, po të paktën i di disa rregullat të cilën m'ja kërku një kompanisë marketingut. Ke shumë mirë mi po që ato shembuj edhe mi po një storytelling të mbrapa një logo, se besoj që shumica e bizneseve të na, kur e krijojnë identitetin e tyre, po edhe logon, e harruajnë mi përfshi të elementit në storytelling, se çka po dojnë me kallëzu me qatë logo. Ka plot kompani, biznese që e marrin logo shablon, do shta veç e ka pas aty si simbol, i pëlqen edhe qet, po të kurgjon nuk lidhet me biznesin e tyre. E ke shumë mirë mi po qatë the whole picture të brandit, se çka përmban logoja, çka thot edhe çka prezanton për një biznes. Shpat faleminderit shumë, ke shumë kënaqësi, faleminderit gjithë pjesëmarrësve, edhe ju ftoj që ta ndisni platformën biznesi im, mundeni me ndjek edhe webinare tjera që kemi realizu, dhe na përcjellni edhe në edicionet e ardhshme të Empower Biz Webinars. Deri atëherë, mirupafshim edhe mirëmbëjtje. To,